Të nderuar shikues, përshëndetje. Që nga viti 2000 deri sot, historia e Ramazanit në Gaza është histori e dy realiteteve paralele. Një muaj i shenjtë që simbolizon mëshirë dhe bashkim dhe një realitet i dhunshëm, ku çdo agim mund sjell bombardime, edhe pse zyrtarisht aty ka një marrëveshje paqeje, nëse mund ta quajmë kështu. Megjithatë, edhe në këtë realitet të zynë dhe të jashtëzakonshëm, palestinezët vazhdojnë të agjërojnë, të luten dhe të shpresojnë, duke kthyer Ramazanin në një simbol të mbijetesës dhe rezistencës shpirtërore kundër shkatrimit. Nga fillimi i viteve 2000, kur shpërthimi i intifadës së dytë e ndryshoi rrënjësisht realitetin e Gazës, Ramazani nisi të mbartë një peshë të re, jo vetëm si muaj reflektimi shpirtëror, por si periudhë mbushur me tension, frikë dhe pasiguri të vazhdueshme. Bastisjet, përplasjet armatosura dhe operacionet ushtarake u bën sfond i përditshëm, ndërsa qindra palestinez humbën jetën në vitet e para të këtij cikli dhune. Familjet uleshin për iftar duke mos ditur nëse nata do të kalonte e qetë apo nëse zhurma avionëve do të silte një tjetër tragjedi. Ramazani në Gaza ka qenë për dekada një muaj kontrasti i thellë mes spiritualitetit dhe shkatrimit, mes lutjes dhe sirenave, mes sofrave të iftarit dhe zhurmës së avionëve izraelit. Ramazani në Gaza nuk ka qenë kurrë vetëm një muaj agjërimi dhe reflektimi shpirtëror. Kurrë nuk ka qenë si në pjesë të tjera të botës. Ka qenë dhe është Ramazani i Gazës, ndryshe nga kudo në botë, që nga fillimi i shekullit 21, muaji i shenjtë u shndrua gradualisht në një periudhë të mbushur me tension, pasiguri dhe sfida të përditshme për mbijetesë nën okupimin e dhunshëm izraelit. Pas shpërthimit të intifadës së dytë në vitin 2000, rrugët e qytetit mbusheshin me postbllokje policore, kontrollet rrepta dhe aeroplan luftarak izraelit që fluturonin mbi enklavën e pushtuar. Kulmi i dhunës erdhi gjatë operacionit izraelit Castle Lead në vitet 2008-2009, ku mbi 1300 palestinezë u vranë dhe mijëra u plagosën, ndërsa infrastruktura civile u shkatrua. Pasojat e kësaj periudhe u ndjen për shumë vite, duke mbushur çdo Ramazan pasues me kujtime të luftës dhe me pasiguri. Ramazani në Gaza, që tradicionalisht simbolizon përmbajtje shpirtërore, reflektim personal dhe solidaritet, gjatë viteve të para të shekullit 21, u shndrua gradualisht në një periudhë të mbushur me tension, pasiguri dhe sfida të përditshme për mbijetesë. Në vend që të ishte vetëm një kohë qetësie dhe bashkimi familjar, për shumë banor të këtij territori, Ramazani u përjetua në hijen e dhunës së vazhdueshme, për shkallëzimeve ushtarake dhe një realiteti të rënduar nga rrethimi politik dhe ekonomik i pushtimit izraelit. Kjo periudhë, midis viteve 2000 dhe 2012, shënoi një transformim të thellë të mënyrës se si muaji i shenjtë përjetohej nga palestinezët në Gaza. Pas shpërthimit të intifadës së dytë në shtator të vitit 2000, përplasjet mes forcave izraelite dhe palestineze u intensifikuan ndjeshëm, duke shndruar jetën e përditshme në një cikël të vazhdueshëm tensioni. Rrugët shpesh mbusheshin me postbllokje dhe kontrolle të rrepta, ndërsa operacionet ushtarake dhe bastisjet e natës krijuan një atmosferë pasigurie të përhershme. Ramazani në këtë kontekst nuk ishte vetëm një kohë agjërimi dhe lutjeje, por edhe një periudhë ku familjet përpiqeshin të ruanin traditat, ndërsa përballeshin me frikën e përshkallëzimit të papritur. Gjatë iftareve në fillim të vitit 2000, shumë familje në Gaza mblidheshin rreth tryezeve modeste, ndërsa mbi ta fluturonin avion luftarak izraelit. Zhurma mjeteve ajrore u bë pjesë e sfondit përditshëm, duke ndikuar edhe në përjetimin emocional të muajit të shenjtë. Për shumë banor, momentet e lutjes në mbrëmje përziheshin me ankthin e sirenave, shpërthimeve të largëta apo ndërprerjeve të papritura të energjisë elektrike. Megjithatë, traditat vazhduan. Xhamitë mbeten të mbushura gjatë namazeve të natës dhe banorët përpiqeshin të ruanin ndjenjen e solidaritetit përmes shpërndarjes së ushqimit për familjet më të varfra. Në vitet pasuese, kufizimet e lëvizjes dhe kontrolli i kufive u bën gjithnjë më të forta. Lejet e udhëtimit ishin kufizuar, ndërsa hyrja dhe dalja e mallrave shpesh varen nga vendime politike dhe ushtarake. Kjo ndikoi drejt për drejt në ekonominë lokale, duke rritur papunësinë dhe duke e bërë më të vështirë sigurimin e produkteve bazë për iftar. Tregjet tradicionale të cilat zakonisht gjallëroheshin gjatë Ramazanit, u përballën me mungesat të produkteve dhe rritje çmimesh, gjë që ndryshoi mënyrën e përgatitjes së iftareve. Një moment kyç në transformimin e realitetit të Gazës ishte tërheqja e Izraelit nga territori në vitin 2005
por që e la territorin në gjendje të rëndë ekonomike, ndërsa vendosi blokad bashkë me Egjiptin e Hosni Mubarakut, vendosën blokad totale mbi enklavën palestineze, kur Hamasi mori kontrollin e Gazës në vitin 2007. Kjo blokad kufizoi ndjeshëm importet, lëvizjen e njerëzve dhe aktivitetin ekonomik, duke krijuar një krizë humanitare që ndikoi drejt për drejt në jetën e përditshme. Gjatë Ramazanit në këtë periudhë, ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike u bën një nga sfidat kryesore për familjet. Përgatitja e iftarit shpesh varej nga oraret e paparashikueshme të furnizimit me energji. Frigoriferet nuk funksiononin gjithmonë, duke bërë të vështirë ruajtjen e ushqimeve, ndërsa temperaturat e larta të verës e rëndonin situatën. Gjithashtu, kufizimet e importit ndikuan në disponueshmërinë e produkteve të caktuara ushqimore, duke bërë që shumë familje të improvizonin receta tradicionale me ato që ishte arritshme. Pavarësisht këtyre sfidave, Ramazani mbeti një periudhë ku solidariteti mes njerëzve u bë edhe më i dukshëm. Organizatat lokale dhe grupet vullnetare shpesh organizonin iftare kolektive, duke shpërndarë ushqime për familjet e prekura nga varfëria ose lufta. Xhamitë dhe shoqatat humanitare luanin një rol të rëndësishëm në ruajtjen e një ndjenje shprese dhe përkatësie, duke theksuar rëndësinë e ndihmës reciproke në kohë krize. Kulmi i parë i madh i dhunës në këtë periudhë ishte lufta e viteve 2008-2009, e njohur si operacioni Cast Lead. Ky agresion izraelit, që zgjati disa javë, shkaktoi dëme të mëdha në infrastrukturën civile dhe la pasoja të thella psikologjike dhe sociale. Sipas OKB-s dhe organizatave humanitare, rreth 1300 deri në 1400 palestinezë u vranë dhe mbi 5000 u plagosën, ndërsa Izraeli raportoi 13 viktima nga ana e tij. Edhe pse lufta nuk ndodhi gjatë Ramazanit, pasojat e saj ndryshuan mënyrën se si banorët e Gazës e përjetonin çdo Ramazan pasues. Shumë familje u detyruan të jetonin në shtëpi të dëmtuara ose të përkohshme, ndërsa frika nga rikthimi i bombardimeve mbeti e pranishme. Në vitet pas konfliktit, rindërtimi u përball me vështirësi për shkak të kufizimeve të materialeve ndërtimore dhe situatës politike. Kjo bëri që shumë lagje të mbeteshin të rënuara për një kohë të gjatë, duke krijuar një mjedis ku kujtimet e luftës ishin gjithmonë të dukshme. Për fëmijët dhe të rinjt, Ramazani shpesh përfaqësonte një kontrast të fortë mes traditave festive dhe realitetit të traumës kolektive. Përshkallëzimi tjetër i madh ndodhi në vitin 2012 gjatë operacionit Pillar of Defense. Gjatë kësaj periudhe u raportuan rreth 160 deri në 170 palestinezë të vrarë dhe mbi 1000 të plagosur, ndërsa në Izrael u raportuan 6 viktima. Edhe pse ky konflikt ishte më i shkurtër se ai i vitit 2008-2009, ndikimi psikologjik ishte i madh, duke rikthyer ndjenjen e pasigurisë dhe duke forcuar perceptimin se çdo moment mund të shndrohej në krizë. Në fund të kësaj periudhe, Ramazani në Gaza ishte shndruar në një përvojë të dyfisht. Nga njëra anë, një kohë e shenjtë e lutjet. Ramazani viti 2014 në Gaza shënoi një nga episodet më të errta në historinë e këtij vendi. Muaji i shenjtë u ndërprer brutalisht nga ofensiva izraelite e njohur si Operation Protective Edge, që nga fillimi i korrikut, sulmet intenzive ajrore dhe toksore goditën zonat banuara, infrastruktura civile dhe objekte të ndryshme, duke kthyer Ramazanin në një periudhë frike të përhershme. Me kalimin e ditëve, ofensiva u shndrua në operacione toksore, ku trupat izraelite hynë në lagje të dendura urbane duke shkaktuar shkatrime masive dhe vrasje brutale të palestinezëve. Sipas dhënave të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave humanitare, gjatë këtij operacioni, forcat izraelite vranë rreth 2200 palestinezë, shumica civil, ndërsa lanë mbi 11000 të plagosur. Ramazanet e viteve 2015 dhe 2016 u zhvilluan në hijen e këtij konflikti. Për masat e dhunës ishin më të vogla, por pasiguria, varfëria dhe tensionet ruanin një atmosferë pesimizmi. Periudhe tensioni, që në ditët e para, sulmet ajrore intenzive goditën zonat banuara, infrastrukturë civile dhe objekte të ndryshme në gjithë territorin. Për banorët e Gazës, Ramazani u kthye menjëherë nga një muaj reflektimi dhe solidariteti në një periudhë frike konstante dhe pasigurie totale. Ndërsa familjet përgatiteshin për iftar, shpërthimet u bën një realitet i përditshëm. Në shumë raste, vakti i mbrëmjes ndërpritej nga bombardime të afërta, duke detyruar njerëzit të kërkonin strehim në korridore, shkallë apo ndërtesa të improvizuara. Dronet dhe avionet luftarak dominonin qiellin, ndërsa zhurma e tyre u bën një sfond i pandashëm i jetës gjatë Ramazanit.
Energjia elektrike ishte kufizuar, uji i pishëm shpesh mungonte dhe përgatitja e ushqimit u shndrua në një sfidë të përditshme. Me kalimin e ditëve, ofenziva u zgjerua nga sulmet ajrore në operacione toksore. Trupat izraelite hynë në zona të dendura urbane, duke shkaktuar përplasje të ashpra dhe shkatrime të mëdha. Lagje të tëra u shndruan në gërmadha, ndërsa ndërtesa shumëkatëshe u rënuan dhe rrugët u bën të pakalueshme. Spitalet e Gazës u mbingarkuan, duke funksionuar shpesh përtej kapaciteteve të tyre, me personel mjekësor që punonte nën presion ekstrem dhe me mungesa të theksuara të pajisjeve dhe barnave. Sipas dhënave të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare humanitare, gjatë operacionit Protective Edge, rreth 2200 palestinesë u vranë, shumica civil, ndërsa mbi 11.000 u plagosën. Qindra mijëra banor u zhvendosën brenda territorit Gazës, duke u strehuar në shkolla, ndërtesa publike apo të afërmit, shpesh në kushte të mbipopulluara dhe jo të sigurta. Nga ana tjetër, Izraeli raportoi 73 viktima, përfshirë ushtarë dhe civil, kryesisht si pasojë e raketave dhe përplasjeve të drejtpërdrejta. Kronika e këtij Ramazani përfshin skena ku iftarët organizoheshin në strehimore të improvizuara. Familje të tëra ndanin ushqime të pakta, ndërsa përpiqeshin të ruajnë ritualet fetare mes kaosit. Fëmijët, edhe pse të rrethuar nga dhuna, përpiqeshin të mbanin gjallë ndjenjën e festës, ndërsa prindërit luftonin për t'i mbrojtur nga realiteti i luftës. Për shumë prej tyre, ky Ramazan u shndrua në sinonim të humbjes së shtëpisë, të afërmve të tyre apo ndjenjës së sigurisë. Një aspekt i rëndësishëm i operacionit Protective Edge ishte ndikimi i thellë psikologjik mbi popullsinë civile. Bombardimet e vazhdueshme, pasiguria e përhershme dhe pamundësia për t'u larguar nga territori krijuan një ndjenjë izolimi total. Organizatat humanitare raportuan rritje të ndjeshme të traumave psikologjike, veçanërisht te fëmijët, të cilët përjetuan Ramazanin jo si periudhë gëzimi, por si kohë frike dhe konfuzioni. Lufta shkaktoi gjithashtu dëme masive në infrastrukturën jetike. Rrjetet e ujit dhe kanalizimeve, centralet e energjisë dhe objektet publike u dëmtuan rënd. Këto shkatrime e përkeqësuan krizën humanitare, edhe pas përfundimit të luftimeve, duke ndikuar drejt për drejt në jetën e përditshme të banorëve gjatë muajve dhe viteve që pasuan. Pas rreth 50 ditësh luftime intensive, një anëpushim u arrit në fund të gushtit 2014. Megjithatë, për Gazën, fundi i operacionit nuk nënkuptoi fundin e vuajtjeve. Rindërtimi ishte i ngadalshëm dhe i kufizuar, për shkak të bllokadës dhe mungesës së materialeve ndërtimore. Mijëra familje mbeten pa strehtë përhershme, ndërsa lagje të tëra vazhdonin të mbartnin shenjat e shkatrimit. Ramazanët e viteve 2015 dhe 2016 u zhvilluan në hijen e operacionit Protective Edge. Edhe pse përmasat e dhunës nuk arritën nivelin e vitit 2014, tensionet sporadike, varfëria dhe papunësia e lartë ruajtën një atmosferë pesimizmi dhe pasigurie. Kujtimi i Ramazanit të zjarrt mbeti i gjallë në ndërgjegjen kolektive të popullsisë. Në përmbledhje, operacioni Protective Edge e shndroi Ramazanin e vitit 2014 në një kronik dhimbjeje, shkatrimi dhe mbijetese. Ai mbetet një pikë referimi në historinë e Gazës, një periudhë ku muaj i shenjtë u përjetuan në bombardime dhe ku besimi, solidariteti dhe qëndrueshmëria njerëzore u vunë përballë realitetit brutal të luftës moderne. Periudha 2017-2022 shënoi një kapitull 3 në historinë e Ramazanit në Gaza. Gjatë këtyre viteve, Gaza përjetoi jo vetëm përshkallëzime të vogla ushtarake, por edhe një cikël të vazhdueshëm protestash masive dhe përplasjeve me forcat izraelite. Kulmi erdhi me marshin në madh të kthimit vitin 2018, kur mijëra palestinesë marshuan drejt gardhit kufitar, kërkuan fundin e bllokadës dhe të drejtën për të kthyer, duke kthyer Ramazanin në një simbol të rezistencës. Gjatë protestave, mbi 200 palestinesë u vranë dhe mijëra të tjerë u plagosën, ndërsa qindra familje përjetuan iftare të ndërprera, të strehuar në tendat e improvizuara ose në shtëpitë të dëmtuara. Pamjet atyre ditëve treguan kontrastin e dhimbshëm mes ritualeve të Ramazanit dhe realitetit brutal të dhunës izraelite. Në retrospektiv, Ramazani 2017-2022 u shndrua në një simbol të dyfisht, një kohë shprese për kushtimi dhe solidariteti fetar dhe një pasqyrë realitetit politik dhe ushtarak që nuk pushonte. Periudha mes viteve 2017 dhe 2022
Shënoj një kapitull të ri në historinë e Ramazanit në Gaza, ku muaji i shenjtë u shndrua jo vetëm në një kohë reflektimi fetar dhe solidariteti, por edhe në një moment simbolik proteste, tensioni politik dhe përshkallëzimi të përsëritur ushtarak. Në këtë fazë, dinamika e konfliktit ndryshoi. Përveç luftrave të mëdha si ato të dekadës së mëparshme, Gaza përjetoi një cikël protestash masive, përplasjesh të shpeshta dhe operacione ushtarake të shkurtra, por intensive, që shpesh përkonin me Ramazanin. Në vitin 2017, tensionet në Gaza dhe përgjatë kufirit me Izraelin mbeteshin të larta, ndërsa blokada e vendosur vite më parë vazhdonte të ndikonte rënd në ekonominë dhe jetën e përditshme. Papunësia e lartë, mungesa e energjisë elektrike dhe kufizimi i televizjes krijuan një realitet të vështirë për popullsinë civile. Në këtë kontekst, Ramazani mbeti një hapësirë ku komuniteti përpiqej të ruante traditat, por gjithashtu një moment ku ndjenjat kolektive të frustrimit dhe kërkesës për ndryshim shfaqeshin më qartë. Kulmi i kësaj faze erdhi me protestat e njohura si Marshi i Madh i Kthimit, të cilat filluan në mars 2018 dhe vazhduan për muaj të tërë, shpesh duke arritur intensitet maksimal gjatë Ramazanit. Demonstruesit palestinez u mblodhën përgjatë gardit kufitar, duke kërkuar fundin e blokadës dhe njohjen e të drejtës së kthimit për refugjatët palestinez. Protestat përfshinin marshime, ngritje kampesh të përkohshme dhe aktivitete simbolike, ndërsa organizatorët synonin të tërhiqnin vëmendjen ndërkombëtare ndaj situatës humanitare në Gaza. Pamjet e atyre ditëve tregojnë një kontrast të fortë. Gjatë ditës, turma demonstruesish që mbanin flamuj dhe pankarta, ndërsa në mbrëmje familje që mblidheshin për iftar pranë tendave ose në shtëpi, duke përzierë atmosferën e protestës me ritualet e Ramazanit. Megjithatë, përplasjet mes demonstruesve dhe forcave izraelite shpesh përshkallëzoheshin në dhunë. Sipas organizatave ndërkombëtare, mbi 200 palestinez u vranë gjatë protestave të vitit 2018, ndërsa mijëra të tjerë u plagosën, shumë prej tyre nga zjarri me armë. Këto ngjarje e transformuan Ramazanin në një simbol të rezistencës dhe protestës politike. Për shumë banorë të Gazës, protestat u bën pjesë e përditshmërisë së muajit të shenjtë. Pas agjerimit të gjatë ditës, disa njerëz shkonin drejt zonave të protestës pas iftarit, ndërsa të tjerë ndiqnin zhvillimet përmes mediave sociale dhe transmetimeve të drejtpërdrejta. Atmosfera ishte një përzierje e solidaritetit, tensionit dhe pasigurisë, pasi çdo tubim mbante rrezikun e përshkallëzimit të dhunës. Vitet pasuese, nga viti 2019 deri më 2020, pan një cikël të vazhdueshëm përplasjesh sporadike, ndërkohë që nuk pati një luftë të madhe si në vitin 2014, tensionet mbeten të larta dhe Ramazani shpesh shoqërohej nga shkëmbime zjarri, sulme ajrore të kufizuara dhe ndërmjetësime ndërkombëtare para në pushim. Për popullsinë civile, kjo krijoi një ndjenjë të përhershme pasigurie, kur çdo përshkallëzim mund të ndodhte të papritur. Një moment kyç në këtë periudhë ishte Ramazani i vitit 2021, kur tensionet në Jerusalem, veçanërisht në zonën e kompleksit të xhamisë Al-Aqsa, u përhapën shpejt në Gaza dhe Izrael, duke shuar në një fushat të re ushtarake nga Izraeli, të njohur si Operation Guardian of the Walls. Konflikti shpërtheu në maj dhe zgjati rreth 11 ditë, duke përfshirë bombardime intensive ajrore dhe lëshime raketash. Gjatë kësaj periudhe, Ramazani u shndrua edhe një herë në një kohë të mbushur me ankth dhe frikë. Sirenat paralajmëruese, shpërthimet Pas tetorit 2023, Gaza hyri në një nga periudhat më të errta të historisë së saj moderne. Ramazani u përjetua mes bombardimeve intensive, operacioneve toksore dhe një krize humanitare alarmante. Gjatë Ramazanit 2024, ushtria izraelite vazhdoi sulmet brutale mbi civilet në Gaza, duke vrarë gati 2000 palestinez vetëm gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, ndërsa për shumë familje, agjërimi u kthye në një realitet të imponuar nga uria dhe pasiguria. Ramazani 2025 do të përjetojë një përshkallëzim edhe më të madh të dhunës izraelite në hijen e bombardimeve dhe vrasjeve masive. Gjatë muajit të shenjtë, mbi 2500 palestinez u vranë. Familje të tëra humbën të afërmit, ndërsa fëmijët dhe të rinjt jetonin në kushte të pasigurta duke përjetuar një Ramazan ku mbijetesa ishte ritmi i përditshëm. Çdo iftar në Gaza nuk është thjesht fundi një dite agjerimi, por një dëshmi e mbijetesës, një provë se drita e shpirtit mund të mbijetojë edhe në errësirën më të thellë.
Pas ngjarjeve të tetorit 2023 dhe përshkallëzimit të menjëhershëm të luftës në Gaza, territori hyri në një nga periudhat më të rënda në historinë e tij moderne. Muaj që pasuan u karakterizuan nga bombardime intenzive ajrore, operacione toksore dhe një krizë humanitare që sipas shumicës së organizatave ndërkombëtare arriti nivele alarmante. Brenda këtij realiteti të ashpër, Ramazani, tradicionalisht një periudhë reflektimi shpirtëror, solidariteti dhe bashkimi familjar, u përjetuan ndryshe si një muaj agjerimi i ndërthurur me pasiguri, humbje dhe mbijetesë të përditshme. Kur erdhi Ramazani i parë pas shpërthimit të luftës, Gaza ishte tashmë thellësisht e transformuar nga shkatrimi. Shumë lagje ishin dëmtuar rënd, ndërsa infrastruktura jetike, ujësjellsi, energji elektrike dhe sistemi shëndetësor funksiononin vetëm pjesërisht ose në mënyrë sporadike. Sipas dhënave të publikuara nga autoritetet shëndetësore lokale dhe cituara gjithësisht nga organizata ndërkombëtare, deri në fillimin e Ramazanit 2024, numri palestinezëve të vrarë kishte arritur në 31.000, ndërsa në fund të Ramazanit shifra u rrit në 34.000 palestinezë të vrarë. Një pjesë e madhe e popullsisë ishte zhvendosur brenda territorit, duke kërkuar strehim në shkolla, spitale ose kampe të improvizuara. Në këtë atmosferë, iftaret shpesh përbëheshin nga racione minimale ushqimore. Në vend të tryezave familjare tradicionale, shumë njerëz prisnin në radhë për ndihmë humanitare për të thyer agjerimin. Organizata humanitare raportuan për mungesa serioze ushqimi dhe vështirësie në shpërndarjen e ndihmave për shkak të situatës së sigurisë. Thirrjet për lutje që jehonin mbi qytetet dëmtuara dhe komunitetet që përpiqeshin të ruanin ritualet fetare në kushte të jashtëzakonshme. Gjatë muajve që pasuan, luftimet vazhduan me intensitet të ndryshëm. Raportet ndërkombëtare theksuan ndikimin e rëndë mbi civilët dhe sistemin shëndetësor. Spitalet punonin në presion të madh, ndërsa mungesat e furnizimeve mjekësore e bënin trajtimin e të plagosurve gjithnjë më të vështirë. Ekspertët humanitar paralajmëruan për përkeqësim të kushteve të jetesës, përfshirë rrezikun e urisë dhe përhapjen e sëmundjeve për shkak të mungesës së ujit të pastër dhe higjienës. Për shumë familje, agjerimi nuk ishte më vetëm një praktikë fetare, por një realitet i imponuar nga mungesa e ushqimit. Ramazani 2025 u zhvillua në një kontekst ende të tensionuar, ku shumë zona të Gazës mbeteshin të shkatruara dhe një pjesë e madhe e popullsisë vazhdonte të jetonte në kushte të përkohshme. Raportet nga terreni përshkruanin sulme të vazhdueshme ajrore dhe operacione ushtarake që ndikuan drejt për drejt jetën e përditshme. Gjatë këtij Ramazani, sipas burimeve lokale dhe organizatave monitoruese, numri i përgjithshëm i të vrarëve që nga fillimi i gjenocidit izraelit në Gaza ishte rritur në mbi 45.000, ndërsa gjatë vetë Ramazanit, Izraeli vrau 2.500 palestinez, duke quar numrin në vitet e fundit. Këto elemente u zëvendësuan nga heshtja rrugëve të dëmtuara dhe prania e vazhdueshme e tensionit. Megjithatë, shumë banor raportuan se praktikat fetare morën një dimension të ri. Lutjet kolektive u kthyen në forma solidariteti, ndërsa agjerimi u përjetua si simbol rezistence dhe qëndrueshmërie shpirtërore. Analistët argumentojnë se Ramazani gjatë luftës së fundit në Gaza nuk ishte thjesht një episod kalimtar, por një moment që reflekton transformime të thella sociale dhe psikologjike. Shkatrimi i infrastrukturës, zhvendosja masive popullsisë dhe humbjet njerëzore kanë lënë gjurmë të thella që pritet të ndikojnë për vite me radhë. Në këtë kontekst, Ramazani u shndrua në një simbol të fortë kontrasti. Një muaj që tradicionalisht feston durimin dhe solidaritetin, i përjetuar në mes të një realiteti të vështirë të luftës moderne, ndërsa në Gaza, gjenocidi izraelit dhe planet ekspansioniste të fuqive neokolonialiste sollën shkatrim të paprecedent që u transmetua botës drejt për drejt. Ndërsa sot, në Ramazanin 2026, tregjet e Gazës janë të gjalla vetëm pjesërisht. Disa shitës hapin stendat e tyre mes ndërtesave të shkatruara, duke shitur çfarë mund të gjejnë. Çmimet janë rritur ndërsa mundësitë për të blerë janë zvogluar. Shumë familje mbështeten te ndihmat humanitare, pako ushqimore që shpesh vendosin nëse një familje do të ketë apo jo një vakt për të thyer agjerimin. Kuzhinat kolektive janë bërë zemra e re e qytetarëve. Aty, vullnetarë dhe organizata përgatitin ushqim për qindra njerëz në ditë. Radhët janë të gjata dhe të heshtura. Në vend të tryezave familjare të mbushura, shumë palestinezë mbajnë në duar enë plastike, duke marrë racione që duhet të mjaftojnë për gjithë familjen. Uji i pishëm dhe energji elektrike janë luks i rrallë. Në shumë zona, errësira mbulon rrugët sapo bie nata.
Megjithatë, njerëzit përpiqen të ruajnë ritualet e Ramazanit. Në disa lagje, llambat improvizuara ndryshojnë rrugicat për faljet e natës. Xhamitë që kanë mbetur në këmbë mbushen me besimtar, ndërsa të tjerët falen mes rënojave ose në hapësirat improvizuara. Ramazani ka qenë gjithmonë muaj i bashkimit dhe solidaritetit, dhe edhe sot, në mes të shkatrimit, ky shpirt vazhdon. Familjet ndajnë ato pak që kanë. Fëmijët përpiqen të gjejnë momente gëzimi, ndërsa të rriturit mbajnë gjallë traditat si një formë rezistence shpirtërore. Por kontrasti është i fortë. Aty ku dikur iftarët shënoheshin nga tryeza të mbushura dhe vizita familjare. Sot, shumë njerëz e thyen agjërimin me racione minimale, duke dëgjuar zhurmën e gjeneratorëve ose heshtjen e një qyteti të vrarë. Ramazani në Gaza nuk është vetëm agjërim, është një akt qëndrueshmërie, është përpjekje për të ruajtur besimin kur gjithçka tjetër duket e rënuar. Është një muaj që për shumë palestinez simbolizon jo vetëm sakrificë, por edhe shpresën se edhe në errësirën më të thellë, drita e shpirtit mund të mbjetoj. Dhe kështu, ndërsa bota përgatitet për një muaj reflektimi dhe mëshire, Gaza hyn në Ramazan me plagë të hapura, por edhe me një vendosmëri të heshtur për të vazhduar përpara. Sepse për ta, çdo iftar nuk është vetëm fundi një dite agjërimi, është një tjetër dëshmi e mbjetesës. Ishte kjo e tëra të ndruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.